Një politikan i lartë kosovar dhe një serb ecën së bashku nëpër qytetin e vjetër të Solothurnit, por në hotelin e tyre pas darkës. Sipas burimeve të informuara, skena u vu re në fund të bisedimeve konfidenciale që Zvicra organizon rregullisht midis dy palëve. Nga jashtë, mbështetësit e vijës së ashpër dominojnë në të dyja anët. Politikanët e rrallë fitojnë vota me retorikë pajtuese. Por në qytetin e vogël zviceran, përfaqësuesit e të dyja palëve folën aq familjarisht me njëri tjetrin, saqë u habitën edhe ata që ishin të njohur me konfliktin. Gazeta zvicerane Neue Zürcher Zeitung ka publikuar sot një artikull në të cilin zbulohet se shteti zviceran ka organizuar takime jo formale mes Kosovës dhe Serbisë. Siç shkruan gazeta zvicerane, në këto takime ka marrë pjesë zëvendës kryeministri dhe kreu i ekipit negociator Besnik Bislimi dhe krye diplomati serb Marko Đurić. NZZ raporton se për vite me radhë nuk është zbuluar asgjë rreth këtyre bisedimeve jo formale në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndonse ka pasur disa raportime nga vetë NZZ në vitin 2022 për takime politikanësh në qytetin Solothurn në Zvicër. Edhe gazeta Blick ka raportuar në nëntor 2025 gjithashtu. Megjithatë, deri më tani nuk dihej publikisht se ministrat nga të dyja palët merrin pjesë rregullisht në takimet në Zvicër. Sipas burimeve, midis tyre ishte edhe zëvendës kryeministri kosovar Besnik Bislimi, i cili është përgjegjës për negociatat me Beogradin, dhe ministri i jashtëm serb dhe ish ambasadori në SBA Marko Đurić, raporton NZZ. Takimet janë konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme të Zvicrës. Roland Salvisberg nga MPJ e Zvicrës ka treguar se këto takime organizohen 2-3 herë në vit. Dialogu që nga fillimi ka pasur për qëllim lehtësimin e shkëmbimeve midis figurave kryesore nga të gjitha partitë kryesore serbe dhe kosovare, thotë Roland Salvisberg, kreu i seksionit përgjegjës në divizionin e paqes dhe të drejtave të njeriut të FDFA-s. Ai ka sqaruar se në këto takime, secila palë vendos në mënyrë të pavarur se këtë dërgoj. Në këto takime jo formale mes Kosovës dhe Serbisë, ka marrë pjesë edhe emisari për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, nga MPJ e Zvicrës. Kanë thënë se këto janë negociata plotësuese të atyre që drejtohen nga Bashkimi Evropian. Zvicra i nisi bisedimet si një proces konfidencial. Si një qytet i vogël, Solothurni ofron një hapësirë për diskutime diskrete dhe të ndershme, larg kamerave, thotë Salvisberg. Është e kundërta e diplomacisë së profilit të lartë në skenën e madhe. Ne nuk po diktojmë zgjidhje, por po bëjmë pyetje. Zvicra po përpiqet të krijojë kushtet për normalizim, shprehet ai. Dialogu është një shembull i shërbimeve të mira të Bernës. Ai tregon se pavarësisht kritikave të Rusisë se nuk është më neutrale, Zvicra vazhdon të luajë rolin e saj tradicional si ndërmjetëse. Për më tepër, ky angazhim ilustron se shërbimet e mira dhe politika e bazuar në interesa nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Zvicra është shtëpia e një diaspore të madhe kosovare. Përveç kësaj, ka mbi 60.000 serb dhe shumë njerëz me rrënjë serbe. Kjo e vendos Zvicrën në një pozicion më të ekspozuar se sa në konflikte të tjera. Për më tepër, ajo mban kontakte të mira me palë të shumta të interesuara. Zvicra ka një interes të madh në zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Serbisë dhe Kosovës në mënyrë paqësore, të qëndrueshme dhe sipas sundimit të ligjit, thot Salvisberg. Berna gjithashtu ka marrë pjesë në Forcën e Sigurisë së Kosovës, KFOR, që nga viti 1999 me kontingjentin Swiskoj. Kjo forcë mbetet garantuesi i fundit i sigurisë së Kosovës dhe përfaqëson kontingjentin më të madh zviceran në çdo mision paqëruajtës.